Lushi ka sugjeruar që në prill të vitit 2026, pas përfundimit të mandatit të Vjosa Osmani Sadriut, Kuvendi i Kosovës të rizgjedhë Hashim Thaçin si president të vendit. Ai argumenton se akta akuza kundër Thaçit ka rënë dhe se rizgjedhja e tij do të përmbyllte ciklin e padrejtësive dhe do të forconte drejtësinë historike dhe institucionale në Kosovë. Në një postim të gjatë ai shkruan: Presidentes aktuale të Kosovës, Vjosa Osmani Sadriu, i skadon mandati në prill 2026, paraardhësi i saj dhe themeltari i shtetit, Hashim Thaçi, dha dorëheqjen dhe vullnetarisht shkojnë në gjykatën speciale për të mbrojtur atje luftën çlirimtare, si pasojë akuzat e zviceranit antishqiptar dhe anti-amerikan Dick Marty ranë shpejt pas arritjes së Thaçit në Hag. Trafikimi i organeve ushkrisi një fjoll bore e rreme. Në dhjetor 2025, procesi gjyqësor i stërzgjatur pa arsyeshëm u krye formalisht. Ka mbetur edhe fjalët mbyllëse dhe verdikti formal, i cili do të shtyhet sa më shumë sepse gjyqtarët duan rroga të majme sa më gjatë. Mirëpo pasi procesi i provave dhe dëshmive është përfunduar, duke qartë që aktakuza kundër presidentit Thaçi e të tjerëve ka rënë, fatkeqësisht gjatë mandatit të Vjosa Osmanit, as ajo dhe as Albin Kurti, por as kuvendi, as partitë politike dhe as vetë PDK-ja nuk kanë bërë gati asgjë për mbrojtjen e presidentit Thaçi dhe të bashkëakuzuarve të tij. Shteti ka vegjetuar turpshëm në vend se të aktivizohej me dinjitet, duke kryer detyrat që ka, që të mbrojë shtetasit e vet. Prandaj shteti i Kosovës, presidenti Osmani Sadriu, Albin Kurti, kuvendi dhe partitë politike kanë një rast të fundit që të përmirësohen edhe këtë prill 2026. Ta nominojnë dhe rizgjedhin president të Kosovës Hashim Thaçin. Kjo do të përmbyllte ciklin e padrejtësisë dhe pajtimit politik partijak, duke futur Kosovën në shtegun më të mirë të mundshëm. Presidenti Thaçi do të shërbente mandatin e fundit, ndërkaq që Kosova sjell gjykatën kundër krimeve të luftës në Prishtinë dhe fillon ndjekjen dhe gjykimet kundër serbëve, malazezëve, romëve dhe pjesëtarëve të etnive të tjera që kanë bërë krime lufte në Kosovë. A do t'i kenë politikanët e Kosovës diturinë, mençurinë dhe vizionin që t'i kuptojnë rezultatet e një veprimi të tillë të duhur juridikisht, historikisht dhe politikisht? Nëse po, dhe nëse i duan Kosovën dhe popullin shqiptar, në prill 2026, Kuvendi i Kosovës e rizgjedh Hashim Thaçin president të Republikës së Kosovës.